Viza amerikane, nga 30 maj nis përdorimi i një sistemi të ri të takimeve në ambasadën shqiptare. Ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë do të përdor një sistem të ri për takimet e vizave duke filluar nga data 30 maj. Përmes shërbimit të ri, aplikantët për vizë do të mund të marrin informacion për vizë, të paguajnë tarifat e aplikimit, planifikojnë të ndryshojnë afatet e intervistave dhe të marrin shërbime për dorëzimin e dokumenteve. Të zbartuar këtë sistem të ri, aplikantët për viza nuk do të jenë përkohësisht në gjendje të gjenerojnë flet pagesa ose të bëjnë ndryshime në oran në programin e tyre nga data 19 deri 29 maj. Ju lutem vini re se të gjitha intervistat për viza jo emigruese dhe emigruese janë tashmë të planifikuara dhe do planifikohen përpara datës 19 maj dhe do mbeten të vlefshme dhe pas fillimit të sistemit të ri të takimeve për viza. Aplikantët për vizë duhet planifikojnë të marrin pjesë në takimet e tyre në datat dhe oraret e planifikuara theksohet në njoftimin e ambasadës.